Kam shumë pyetje. Nuk kam besë ta pyes askënd pos Allahun. Herë do kur do më përgjigjet. Allahu të bekoft motër, por nuk e ke kuptuar sakt meselën e pyetjeve. Keni ngecje në të kuptuarit e kësaj mesele. Ka dallim ta pyesësh dikon që di më shumë për një çështje me dhënë orientim, edhe ka dallim ti lutesh dikujt. Pyetjet du t'ja bësh njerëzve ekspert të lëmive të caktuara, kurse lutjet duat tua për nevojat e caktuara du t'ja bësh Allahut. Ky është dallimi. Pra, Zoti thot në Kur'an, pyetni ekspertët e lëmive të caktuara, pyetni ekspertët për ato gjëra që si dini. Mjekësi e pyet mjekun, për fe e pyet hoxhën, dietarin e caktuar, për inxhinieri e pyet ekspertin, inxhinierin, arkitektin, e të tjera gjithë secilin lëmin e vet. Nëse ti nuk din ç'është me marr avdes, ti duhet me pyet hoxhën. Jo më thoni unë po bëj dua për pyet Zotin, a mos mendon që Zoti vjen edhe thotë ç'është me avdes? Allahu i ka sqaruar në Kur'an edhe në Sunet. Pra në Kur'an edhe në hadithe janë sqaruara. Prandaj nëse ke dua edhe halle, drejtoja dua tua vetëm Allahut subhanahu wa taala. A nëse ke pyetje gjëra pa qarta rreth fesë ose shkencave tjera të caktuara, pyeti njerëzit ekspertë të atyre lëmive. Përndryshe, ky bot kuptim, unë që shpa kuptoj nga pyetja jote, është i gabum. Mos rri duke mendu se Allah ka marrë me të fol ty për një pyetje e me të dhënë përgjigjen e caktuar Zoti në mënyrë direkt me të fol ty. Allah na falte na përmirësoft.